Miqdashur, tash me u rikthyer në studio edhe të ftuara në radhë se kemi, ashtu si që paralajmëruam më herët me neve është Blerta Deleu, mirëmëngjesi Blerta. Mirëmëngjesi Fortes. Blerta Deleu Kodra, se ta... Mos ja hak këto kodra. Faleminderit shumë, mirëmëngjes. Ka pak gati jo që që je këtu me ne dhe që erdhe me shumë disponim. A je kështu gjithmonë çdo mëngjes Blerta, personi i mëngjesit? Po. Sidomos viteve të fundit gjithë miqtë e mi kam dëshirë me i taku në mëngjes, se është pjesa ma e bukur e ditës tem, edhe nështë energjia, sidomos sot që ishte një ditë me diell e mirë, disponimi i mirë, koha ka fillu me u rregullu. Po, jam njeri i mëngjesit edhe viteve të fundit e kam gjetë vetën në mëngjeset e hershme, edhe ka fillu me mdru pasioni dhe dëshira për aktivitete sportive, për shëndet mendor, për jetë ma të shëndetshme. Po, e du mëngjesin edhe definitivist e kam pjesën ma të bukur të ditës time. Cila është rutina e mëngjesit, me çka e nis ditën, me kafe, çaj? Kafe zakonisht, Fortes, një kafe për me i qelë sytë, manej është një... E përgadit vetë apo? Vetë, burri është në gjëmë. Ja përgadit burrit. Zgjohen fëmijët edhe në këtë kohë. Blerta qa që dinamike që është në kohë me prita. E vërtet. Derisa të përgaditem pak me fëmijët, ata kohën e hershme të mëngjesit e kanë kur fillojnë shkollën edhe munduhem që të mëngjes të paktën me nis me ta. Unë aktivitetet mia, dita është e gjatë, me plot punë, ata fillojnë angazhimet njani në fakultet e vajza në shkollë të mesme, mundohem të paktën një mëngjes me fillu bashkë me ta. Kemi pa që fëmija ta shtu kanë rritë, po mdo këtë që djali fakultete për mende gati? Djali përfundon si vjetë fakultetin, është në Universitetin Amerikan në Prishtinë, vajza si vjetë regjistrohet në vitin e parë në fakultet. Po besoj që kjo pjesa e mëngjesit e qenë ka shumë me preferume për ty, ndoshta edhe që e kalon me fëmijët, bisedon me ta, cilat janë ndoshta bisedat më të shpeshta që i bën me ta, marr parasysh që sot me shumë sekur ndoshta raporti prind-fëmijë është shumë i nevojshëm për gjeneratën Gen Z që është puna quajnë tash neve. Po, doni sidomos në moshën cilën janë, natyrisht njeriu prindi ka nevojë gjithmonë që të kaloj kohë edhe në veçli, kur ata ka nevojë më shumë për kujdesin e prindve, po sidomos koha e kalune gjatë kësaj moshe, kur ata ka nevoj për sfidat adoleshentëve, sfidat një moshe që kërkon përgjigje për shumë çështje, cilat ka njëherë edhe si prind është vështirë me i gjetë. Munohem që atë kohë që ka me ta kaloj me çështje cilat ata i kanë me interes, janë sfidat e provimeve të notave, sfidat e një moshe që njeri donë ka pasion diçka tjetër e tjetëri ka pasion, besa pasionet ndrojnë, ashtu si që nga ka ndru edhe neve me mosh, po krej që ka bëj përpikje është që me qenë shok edhe me qenë mik me ta, në mënyrë që me pas mundësi që edhe ata me gjetë një mbështetje edhe me qenë ma të hapur në diskutime me prind. Unë e di, në të kalunën, ne kemi qenë familje e madhe, 4 vajza edhe një djalë, po mami dhe babi na kanë siguru që na me gjetë përgjigje për plot çështje edhe me pas një liri të cilën e kemi gjetë të prind. Sot ma shumë se kur familjet, sidomos fëmijët e rritur ka nevojë me gjetë mbështetje edhe për krahje, edhe për ndonjë gabim të vogël, edhe për ndonjë pyetje që mbase nuk ka përgjigje. Edhe mendimet shpeshherë edhe pa përpunuara mirë, po pa u keq kuptuar. Fortes, unë e kujtoj edhe Blertën e vogël, edhe ne kemi pas shumë pavarësisht që periudha e adoleshencës tonë ka qenë kohë e luftës me sfida tjera, por edhe ne kemi pas shumë pyetje të cilat ka njëherë nuk kanë gjetë përgjigjet e prind. Dhe unë sot e shoh edhe vetën para fëmijëve që ndonjëherë edhe unë nuk e di cila do të jetë përgjigja, sepse prindi është gjithmonë ai që nuk din cila është më e mira për fëmijët. Për shembull, me vajzën jemi tu diskutu tash kohën e regjistrimit të fakultetit, edhe në përmendje po m'sillen plot gjana, po asnjëherë nuk jam ajo që imponoj diçka. Prej prindve s'kemi marrë kur imponime për drejtimin tonë të jetës, për fakultet, për studime. Sot mundohem që bashkarisht me tanën të gjejmë
çka ajo donë, çka ajo pëlqen. E unë si prind, bashkë me bashkëshortin ta, mbështesin në rrugtimin e saj. Njëri qofte ose bashkëshorti ose edhe fëmijët në këtë rast kanë shpreh dëshirë për një fut politikës ajo? Djali është, këtë vitin e fundit, Joni është zgjedhur president i qeverisë studentore në Universitetin Amerikan në Prishtinë, e udhëheq qeverinë atje. Ta pas ka kalu, më thuzi. Për mu ka qenë, e kumë çmu angazhimin e tij, dëgjon kam shumë dëshirë me i pa të ri të angazhuar. Vetë kam qenë kryetare e klasës, kam udhëheq aktivitetet kulturore, i kam pri një farë organizimit të shokëve dhe shoqeve dhe du mi pa fëmijë të angazhuar. Mendoj që aktivizmi ndihmon kudo edhe për mu ka qenë shumë inkurajuese me pa angazhimin e tij e para për kampanjën cilën e kanë bërë brenda kampusit universitetit dhe e dyta për forcën që një i ri e ka sot për me u angazhu brenda kolegëve tij për me udhëheq një qeveri studentore. Nuk e di cili do t'jetë angazhimi i tij, a do t'jetë në politikë ose jo, po unë e qmoj që si i ri është shumë i përkushtuar me u angazhu kudo që ajo. Është student i mirë, me notat larta, edhe shok i mirë, mik i mirë me shok dhe shoqe, dhe kjo më inkurajon shumë. Për të tjerat, dona ata e kanë jetën përpara dhe ne si prind mundohemi me i mbështetë dhe me i suportu. Edhe me i përkra. Më tha një ditë, ta nuk qenë ka let me kërku votë, sepse kur njeriu angazhohet, kudo që angazhohet, duhet jetë procesi edhe i lobimit, edhe i mbështetjes, edhe që janë procese këtë legjitime, po që janë sfida cilat njeriu i mëson me kohë. Ndoshta e ka pa që mami vetë nuk e ka shumë të vështirë me kërku votë të e pas parasysh aktivitetin e saj edhe që qytetarët vazhdojnë ta votojnë, edhe ndoshta për atë arsye e ka dhënë edhe këtë koment. Ka qenë 2 kampanjat e fundit, e ka pa për së afërme punën, sepse na e shohim vetëm produktin final, po për me mri deri tek mbështetja e qytetarëve të Kosovës me u votu, që është madhështia ma e madhe që njeriu e ka kur fiton besimin e tjerëve. Unë jam me shumë fadon, sepse për shumë vite kam mri me marrë besimin e njerëzve. Është diçka që njeriu me shumë kujdes munduhet me trajtu, dhe Joni ka qenë gjatë gjithë kohës në 2 fushatat e fundit me mu, sepse është tash me 3 marsin bush 22 vjetë. E ka pa për sa afërmi çka do të thotë kampanja, çka do të thotë kontakti me njerëz, cilat janë premtimet, mundësia që ti përfasosh njerëz më së miri. Besa unë mundohem që në komplet platformat e mia kudo që jam të jem shumë e qasshme. Sepse sot bota digjitale na ka mundësu që edhe roli i deputetit mos jetë rol burokratik, të mos jetë rol që ata të shohin vetëm një platformë ty, po unë jam kudo, jam në rrjetet e mia sociale dhe shumicën e kohës mundohem t'ju jap përgjigje secilit për çfarë do kërkese që atë. Natyrisht nëse unë mund ta mbështes ose jo, nëse s'mundem unë mundohem t'i delegoj njerëz që të gjejnë zgjidhje, dhe kjo mbase e ka ndihmuar edhe Jonin pak me pa çka do të thotë komunikimi. Sot është bazë gjithçka edhe kur s'mëri me kry punë. Plerta, po të rikthejmë pak në kohë, ke qenë një kohë dhe në fushën e gazetarisë, në rolin e prezantuesës, na fol pak sa po të mungon ndoshta kjo pjesë e aktiviteteve tua, të cilat i ke pas. Me të të drejtën, ndonë unë e kam pasion, e kam pas si fëmijë pasion televizionin, edhe mungon, i kam shpesh kthehem kështu në kur shoh në YouTube diçka prej paraqitjeve të mia si prezantuese e lajmeve ose si gazetare. Është një punë që e kam bërë me shumë pasion. Nuk ka diçka më të bukur dhe më të këndshme se me mri me qenë fytyrë e qytetarëve, njerëz me të pa, me të vlerësu, ka njëherë me të kritiku, po mendoj që është, pra po e them, komunikimi që njeriu e zgjedh përmes platformës televizive është diçka që nuk e mbri njeriu. Unë e kam dëshirë të kahmotshme dhe nuk e di nëse kur do t'jem larg politikës,
Unë besoj që prapë do t'jem diku në media, nuk e di cili do t'jetë. Në media, në ekran, përmes lojmeve, apo përmes aktrimit, se edhe aktore ke qenë. Të moj debate politike, Blerta. Tash nuk e di, sepse këtu ku jam shumë mirë, po e them nuk mund t'a shoh Blertën për tej publikut. Jam njeri që gjatë gjithë karierës time, tash më shumë se 20 vjeqare kam qenë lidhur me njerëz, qoftë në skenën teatrore, qoftë në kohën kur kam qenë gazetare në televizionin publik, edhe tash në platformën ku unë shërbej që sa vite, është mandati imi 7 që jam deputete zgjedhur në parlament edhe ki mas shumë ti mandate? Jemi unë në grupin tonë parlamentar, jemi 3 deputet që kanë mandate më shumë të unë, Zoti Elmir Reqica dhe zonja Ganimete Musliu. E thash Fortes, kur për kaq vjetë mbrin me ju shërby njerëzve dhe prap me marrë besimin, po është një qef i madh që njerëz me gjitha të janë ende me ty, besojnë ende në ty, por u mundohem që këtë punë ta kryj me shumë përgjegjësi, sepse t'ju shërbesh qytetarëve është sfida më e madhe, problemet janë shumë të mëdha, nevojat e qytetarëve janë tepër të mëdha dhe mundohem kudo që jam t'lidhem me njerëz, me nevoja që ata i kanë, edhe kjo mbase më ka majt lidhur edhe për tyre. Kjo t'ka majt mirë, po unë ndërkohë po të shoh që dukesh bukur, si gjithmonë, mirë po kësaj here ko ke hala, ko ke ma fresh diçka. Cila është rutina e Blertës, se kështu Blerta pak ish kuptime, njihet si ndër gratë e bukura para qëtshme në politikë. Faleminderit. Çdo herë kuptimin pozitiv me qëtim që merresh me hiking, me fitness, zgjohesh herët, ke rutinë, ndërkohë pra pas kene përmende edhe një dietë, detox. Fortes, problemi kryesor mendoj që sa që e ka njerëz është me gjetë kohë pak për shëndetin edhe për veten. Jo për të dukur bukur, sa për të ndjeri shëndetshëm. Natyrisht edhe kjo e dyta e plotëson të paren, po në kohën cilën po jetojmë me një dinamik të jashtëzakonshme, me shumë stres, me tepër angazhime, dita fillon herët mëngjes edhe trafiku është një diçka tjetër që për ne që jetojmë në Prishtinë është sfidë shumë e madhe edhe mundohem që mëngjeset e hershme kur fëmijët janë në gjumë, t'ja jap pak kohë Blertës edhe shoqërisë time. E kemi një grup të vajzave, unë i thëmë vajza, sepse gjitha janë nana, po kështu du me ju thonë që të gjitha janë të angazhune në jetën profesionale, kanë familjet e tyre dhe e kemi një pikë takimi në mëngjesin tonë në Gërmi. Mëngjesi jonë fillon zakonisht para orës 6, e kemi vend takimin në Gërmi edhe aty fillon një pjesë e ditës që për mu tash ka marrë formë, janë më shumë se 10 vjetë që unë jam pjesë e vrapimit mëngjesit dhe mundohem që atë pjesë absolutisht ndër pjesë më kualitative të ditës, sepse nuk është vetëm vrapim, për mua është terapi, është shoqëri, është komunikim, gjitha që jemi aty ndajmë diçka me njëra tjetrën edhe besoni për vite tona, unë me nxitspres me u zgjuar mëngjes me u taku me qikat. E keni çdo mëngjes? Pavarësisht motit të ftohtë. Pavarësisht motit, është diçka që njeriu sot nuk mundet me përshkruar me fjalë. Për shembull, sa kam qenë më e re, problemi im kryesor ka qenë qysh mu zgju herët. Ligjëratat kanë filluar më vonë, po njeriu me vite po fillon me pa që pasionet i ndrojnë. Tash po më duket që po më shkon shumë jeta shpejt edhe po mundohem që me shiju çdo moment, edhe mëngjeset e hershme. Si del dita, për mu është, nuk ka alarm. Për pos kësaj ushtron fitness? Po, mundohem. Nuk hanë ushqim kalorik? Mundohem me vite, jam mundu me vite që me i kushtu rëndësi shëndetit, zakonisht shëndetit mendore, dhe unë mendoj që këtu Gërmia është, dalja natyrë është cilësi kryesor, krejt tjerat anashkaluhen, po kur vje puna tek një shkarkim mendor që njeriu duhet me pas, një qetësi, unë këtë e gjej në natyrë dhe në Gërmi, e normalisht kur kam kohë mundohem që edhe në palestër t'jem për shkak të
për shkak të moshës, për shkak të... Edhe palestra, ka diçka efektin shumë edhe funksionin interesante, e po saj. gëzohem shumë që edhe në palestra ka shumë vajza, gra. Për shembull, javën e kaluar e takova një neurokirurge. Njerëz mendojnë që njeriu nuk ka kohë, nuk gjen kohë, dhe shpesh pyetja kryesore është çysh gjen kohë me gjithë këtë aktivitet, me qenë aty ose këtu. Për mu, fakti që e pash, e takoj çdo ditë gra zonja, cilat janë aktive në profesionet e tyre, po nuk e lajnë, nuk e anashkalojnë edhe shëndetin e tyre, qoftë mendosh, qoftë fizik. Në bashkë bisedim me neurokirurgen i thashta, unë mram kam qenë kujdestare, ishte nga Suhareka, një doktoresh jashtëzakonshme, specialiste tash në qendrën klinike universitare, më thotë që pas kujdestaris gjej pak kohë për vetën që t'je ma efikase për pacientët e mi dhe për familjen, edhe besoni që këtë efikasitetin, stresjen, energji, nervozën, se jemi njerës, njeriu i zbret në nivel tepër të ulët atëherë kur ka kohë pak që t'ja përkushtoj një pjesë edhe vetës edhe shëndetit. Unë i kam edhe 2 prind të cilët çdo ditë jetojnë Skënderaj mami dhe babi, po çdo ditë munduhen me i bë deri në 10.000 hapa, nana është doktoresh edhe ajo qartësisht e di se çka do të thotë të kesh aktivitet fizik. Mendoj që kjo na largon pak prej kësaj botës stresuese edhe presionit, stresit, në trafik po shojmë, gjithë ditë shojmë njerëz që janë të ndosur, të shqetësuar. E mundohem pak me i fol Blertës, me i thonë që aktiviteti fizik më ka ndihmu pak. Mos e le anash për asnjë gjë. Mos me le ana, edhe me qenë ma efikase në kohën teme, me familje edhe me miq. Edhe me konë ma e qetë, si që kishta? Absolutisht. Mirë po, një pytje, doni të lutem, a? Qka e përmendë më herët me largu stresin, nervozën e këtu, qka e bë nervoz Blerta dhe Leon? Unë jam pak temperamente, do njëtë njerës që... Këtu putu kështë butë, për dalim prej kuvendit atje. Jam ma dinamike, jam ma energjike dhe normalisht nuk du me largu kur gjë prej kësaj që jam, po me vite kom fillu pak me menagju vetën pak ma shumë edhe, ndoshta edhe mosha, ndoshta edhe përvoja, kur jemi ma tri, ne jemi ma dinamik, ma eksplodues në kuptimin e paraqitjeve tona. Tash me vite kom fillu pak me më bën nervoz, për shembull, tash çka më bën nervoz, më bën nervoz ka njëherë pamaturia e njerëzve, ka njëherë gënjeshtra, ka njëherë fake news që i shoh, po i kaloj me lehtësi. Komentet në rrjetet sociale të bëjnë nervoz? Jo, dënjet. Ka qenë fortes. Ka qenë një kohë kur fëmijët ishin me një moshë ma të re edhe angazhimin tim politik nuk e kuptonin qartësisht edhe po kemi pas diskutime edhe brenda me ta për komentet. Me vite, këtu janë për mu krejt pjesë e angazhimit tim, besoni që nuk i lexoj edhe nuk menoj që në jetë jam rrethuar dhe jam me shumë fat që jam rrethuar me njerëz shumë të mirë dhe këtë munduam pja u them edhe fëmijëve të mi edhe familjes time që pavarësisht atyre që mund ta shohim Blertën që nuk i përfaqëson për shumë vite unë kam aq shumë miq që çdo ditë më japin energji e pozitivitet, sa që nuk dua ta kontaminoj me mendjen time me të tjerë cilët kanë kohë që të shkruajnë, kanë kohë që të akuzojnë, të shpifin e të shajnë, janë pjesë e angazhimit tim publik dhe kushdo edhe ju që merreni me jetën publike e dini që kur ekspozohesh para publikut, ke njerëz që të duan, po ke edhe njerëz cilët nuk të duan dhe të gjithë nuk na duan. Dhe absolutisht që është keq normale kjo. Patjetër. Një periudhë të jetës tënde ke qenë edhe aktore, ke pas kogja shumë role dhe gjana të bukura kështu të cilat i ke sjellë për publikun. E mendon me nostalgji ndoshta këtë kohë ke pas ndonjë ofertë për të rikthyer? Po kam qenë ndoshta para pandemisë, sepse pandemia pak na e ka humbë këtë Edhe jemi nda kështë në periuda, si kur një kohë. Vërtet. Edhe kam pas një angazhim me një tekst profesorit Milazim Krasniqi, e cili ka trajtu në teatrin kombëtar një
shfaqjet personave të cilët kanë ikur për në Blac, periudhen e vështirë të popullit shqiptar, ka qenë regjie të ndjerës Burbuqe Berisha, për mu ka qenë një rikthim jashtëzakonshëm sepse i ka mungu për shumë vite skenës edhe teatrit, edhe jam ndjerë mirë mes kolegëve. Mendoj që se cilit i duhet ndonjëherë ka një rikthim thjesht për ta mbajtur energjinë e mirë me komunitetin, po ka qenë një dramë që flet për memorien kolektive të popullit shqiptar edhe e kam ndjej thellë që duhet jem aty. Po, kam pas edhe ofertë të tjera, e kam një mik tjerë zakonshëm, Ben Apolloni, një regjisor që për çdo ditë komunikojmë shumë shpesh me te dhe shpesh më thotë që ti nuk duhet jesh atje ku politika, ti duhet kthesh, ti nuk je për aty, kemi Se cili si pas perspektive se cili që shaj perspektive në vetë, më thotë është mëkat që ti nuk kthesh në aty kujt në vendin që i takon. Unë mendoj që jam mirë këtu që jam, po natyrisht këtë do ta shohim me kohë, nëse do të ke diçka të re ku unë mund të kthehem si aktore. Kam shumë meq edhe kolegë që ndajmë kohën me ta. Jam rrethuar me artist, me gazetar, edhe shpesh kjo më bën njerëz mirë pra artist, gazetar. Kam gjeneratën e parë të Fakultetit të Arteve, vitin e parë në fakt si u gjeneratën e parë që mbajmë ligjerata bashkë në lëndën e diksionit dhe kjo mban pak të lidhur për komunitetit. Janë njerëz mirë që ka njëherë mendoj fortesa se do njetë po tëmë, se di pse. Kush është Donjeta? Mendoj që më ndihmojnë për me... Se tash du me ditë kush është Donjeta. E mësojmë pas intervistës, po pësaj. Ndihmojnë pak për me rujt këtë energjinë e mirë dhe me largu blirtën pak prej politikës dhe me mbajt lidhur për komuniteti, kjo pak ma balancon edhe këtë jetën publike. Po që shpo isha prodhimet e fundit të serialeve, ndoshta dhe të filmave në Kosovë, se kemi pa që shpesh edhe hasin në kritika të ndryshme nga shikuesit, nga publiku, po edhe nga kritikët edhe ekspertët e kësaj çështje. Blerta saj shikon edhe sa të pëlqejnë ndoshta aty punimet edhe projektet të cilat bëhen prej edhe disa prej kolegëve tu të cilët i ke pas në gjenerat. Jashtë gjitha zhvillimeve politike, ose mirë them, progresit që ka bërë Kosova në kuptimin e shtetit, mendoj që komuniteti artistik ka dhënë diçka të jashtëzakonshme, mbase jo dhe i vlerësuar sa duhet, sepse mendoj që gjithmonë ka nevojë për më shumë mbështetje për projekte kulturore, artistike, aty ku politika për shumë vite nuk ka mbri që t'jetë efikase, kemi mbri që të fitojmë çmime ndërkombëtare përmes projekteve kinematografike. Kosova ka një kast aktorëve, producentëve, regjisorëve të jashtëzakonshëm dhe këtë e shohim kudo, ku ata marrin pjesë që kthehen si triumfues. Jemi shtet i vogël, por po e them komuniteti artistik absolutisht ka bërë një punë tepër të madhe. Unë duhet të jenë edhe më shumë prezent, sepse sot Kosovës i duhet më shumë aktivitet, po ose mirë të them më shumë produkte televizive, seriale televizive, e ndoshta pak më pak politik, sepse kjo e balancon jetën tonë shoqërore. Vitin e kalum ka qenë krye tema. E vërtet. Ndoshta edhe për shkak të proceseve zgjedhore që i kemi kalu, sepse keni parasysh Kosova ka kalu për një vetë 3 proceset të zgjedhjeve dhe kjo pak i ka lodhur edhe 4 me balotash. 4 me balotash, e vërtet. Në disa prej komunave, Prishtina... Kërsa 5 prilli këto ditë kemi... Këto ditë kemi sfidën tjetër dhe kjo pak e ka lodhur edhe qytetari. A pritet kalohet kjo sfida, po... Uroj me presidentin, dhe pastaj vazhdoj me puna. Sot një javë është afati i fundit për... Ndoshta Blertat e cila është edhe me afër mund ta di pak më shumë. Jo, unë në fakt krejt që ka mund të them është që mbetet shihet sepse në si Parti Demokratike e Kosovës doni kemi vetëm 22 vota, 22 deputet dhe kemi të pamundur edhe të propozojmë edhe të zgjedhim president, por i takon kryeministrit, në këtë rast partisë që ka fituar vota dhe besimin më të madh të qytetarëve të Kosovës që të jap zgjidhje çështjes së presidentit. Në të kundërtën ne mund të rrshqasim drejt zgjedhjeve të reja, sepse data e fundit është 4 mars dhe nëse 4 mars e gjen Kosovën pa president, atëherë vendi
domosdoshmërisht të rrshqet rreth Po drejtëzidit. do t'jeni ju në korumin e presidentit Partia Demokratike, sepse sa kemi pa, keni qenë të gatshëm që t'jeni. Ne kemi qenë, mendoj që Partia Demokratike e Kosovës, vetë kryetari Zoti Hamza ka luajtur rolin e tij absolutisht konstruktiv në këtë fazë për t'i hapur rrugë jo bllokimit, por për të qenë në tavolinë për të ofruar perspektive në Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi dhënë argumentet tona se kush duhet të jetë president, duke provuar që t'i ofrojmë Kosovës një president që nuk është i anshëm, që nuk është zgjatimi i qeverisë, që është përtej grupeve politike, një farë forme ka edhe një rol të unitetit brenda politikës, po edhe brenda qytetarëve të Kosovës. Ende nuk kemi emër dhe këtë e ka thënë edhe Zoti Kurti në takimin me Zotin Hamza, që nuk ka propozuar ndonjë emër. Ditëve në vazhdim ne presim të shohim se a do të ketë një emër konsensual që ta te kalojmë këtë sfidë. Në të kundërtën e thash, nëse s'ka konsensus të përgjithshëm drejt këtij emri, ne nuk do të mrim t'i kemi vota dhe vendi do të rrshqas drejt zgjedhjeve të reja. Fortesa me musafer të mirë, me musafer energjik, koha kalon shumë shpejt. Herë të fundi edhe kësaj bisede shumë të bukur edhe shumë të dashur edhe për mua, po besoj edhe për këtë publikun që e kanë shiu deri në këtë moment. Shumë më herët Blertë nuk e kemi pa, nuk e kemi pa në emisionet të mëngjesit, kështu që faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit. Tash mundeni me më thirrë më shpesh në mëngjes, unë zgjohem herët, kështu që u kënaqa shumë. Faleminderit shumë për energjinë që na thirr neve për me ardhur punë. Faleminderit Donë dhe faleminderit Fortesa shumë për energjinë e mirë, faleminderit edhe për publikut nëse kanë qenë këtë mëngjes me ne, gjithë të mirat. Po besoj që kemi nda shumë copëza të bukura dhe të lezetshme nga jeta e Blerta Deliut, po që në fund edhe politikës pak nuk mojtë me ju shmangë. Faleminderit shumë.